Hey, Tom! Është baba im, më duhet të largohem. Çfarë bëm, Tom? Kaq shpejt po e lë lojën? Tani që më në fund ne u bëm miq, ti po ikën dhe po na lë për gjithmonë. Është me të vërtet për të ardhur keq, po ja kalonim kaq mirë së bashku. Edhe unë ja kam kaluar shumë mirë me ju të gjithë. Jam argëtuar. Ktheu kur të duash, ne do ndiheshim të lumtur. Të luajë me ty ishte një kënaqësi e madhe. Na mësove shumë gjëra. Ktheu sa më shpejt. Ne do të presim me padurim, Tom. Ta dish sa keq më vjen, Tom. Për fajin tim ti nuk mund të jetosh në asnjë vend fiks. Ky nuk është një problem, baba. Për mua gjëja më e rëndësishme është të vazhdoj të luaj futboll. Jam i lumtur që vazhdoj të takoj njerëz të rinj. Shumë mirë. Pa më thuaj, këtë herë ku do të shkojmë? Në Shizuoken. Çfarë? Me të vërtet? Një artist që është miku im më thirri dhe më kërkoi që të shkoj atje për t'i bërë disa vizatime. Shkëlqyeshëm, më pëlqen shumë që po kthehem atje. Aventur prit më se po vi, që saj po që i thon jetë. Benji nuk heq dorë, po ushtrohet pa pushim. Tërvitet më shumë se ç'duhet. Oliver Hatton, nuk do të lë kurrën e kurrës se të më mundësh. Atëherë, Oli, gjithçka është gati? Sigurisht. Është një turne në të cilin do të marrin pjesë të gjithë klasat e 4-ta të shkollave. Si është sjell Njupi gjatë viteve të kaluara? E ka zënë gjithmonë vendin e fundit. Nuk ka arritur të dalë më mirë deri tani. A mund të më japësh edhe pak? Po sigurisht. Nuk më kujtohet më cila prej skuadrave fitoi turneun vitin e kaluar. Kjo është e thjeshtë, vendin e parë ka zënë gjithmonë San Francisco. Kjo është mos e logjike, bëhet fjalë për një skuadër të mirë, pastaj ka edhe një portier të shkëlqyeshëm. Benji Price është fantastik, është portieri më i mirë nga të gjithë dhe askush nuk mund të thotë të kundërtën. Por unë jam i sigurt që Njupi do të shënojë në rrjet. Të gjithë në skuadër jemi të sigurt. Secili prej nesh po stërvitet personalisht tashmë. Ky do të jetë turneu i suksesit ton, edhe ti sigurisht duhet të kthehesh të stërvitësh skuadrën siç ke bërë dhe vitet e tjera. Për këtë nuk ka asnjë dyshim, Oli, do të jem gjithmonë pranë jush. Oli ka lindur për të luajtur futboll. Shohim si do të reagojë skuadra me të si lojtar i qendrës. Ishte faim, trajektoria ishte shumë e gjatë. Të lutem më fal, Bruce. As pak i gjatë, Oli, kjo ishte një gjuhë pothuajse pamundur. Nuk ishte faji i Olit, Bruce. Ishe ti e i gjuhodhe me vonesë.
Dhe pasi shoku yt kishte gjuajtur ndërkohë që je ti ai që duhet ndjesh instinktivisht zonën në cilën topi do të pasohet. Po, e kuptova, trajner. Duhet të ndjej instinktivisht gjuajtjen. Shpejt lëvizni të gjithë jashtë nga zona jashtë! Ej, Djema, San Francis i hyri përsëri në finale, e dini? Si kur ta dinim. San Francis është një skuadër e madhe. Nëse gjendja është e tillë, nesër duhet patjetër që ta fitojmë lojën. Nuk duhet humbasim për asnjë arsye. Po, ti je i sigurt. Duhet të presim radhën që të përballemi me San Francisin. Dhe unë them që patjetër do t'ja dalim ban, Djema. Po! Do të përparoj edhe pak, pastaj do t'ja pasoj Bruce. Kape Bruce! Çfarë bën kështu Bruce? Përse nuk e ndalove? Kurse unë them që është shumë mirë. Brusi po fillon të kuptoj tani. Do t'i mundi. E ndjej që do t'i mundi. Lum doli, ti je më i fortë. Fituam, Oli, fituam, e kuptova, fituam. Po, Bruce, tani mund të përballemi me San Francis. Po, ti je i sigurt? E dija që do të vini deri në finale. Përsëria i voglushi do të përballet me mua, Oliver Hatton. Nuk do të arritë më bëj as edhe një gol. Jam apo nuk jam unë i madhi Benji Price? Forca Djema, ne duhet të fitojmë me çdo kusht. Jupi, mund t'ja dalësh. Doktor Smithi kërkohet në sallën e operacionit. Doktor Smithi kërkohet në sallën e operacionit. Sot është dita e finales. Nuk mund t'jemi pranishëm, por ndjej që Oli do të di si të sillet. Mirë pra Djema, kemi ardhur në ndeshjen e fundit. San Francis do të gjuaj topin e parë. Duhet të tregojni të ndershëm dhe sportiv. Le të fitojë më i miri. Të fitojmë më i miri! Ja ku ndodhemi përsëri përballë njëri tjetrit, Benji. Jepi pra Oli, po të pres. Jem pa të ngordalaj si gjithmonë. Të arrim t'i mundim të breshka dhe me sy mbyllur. Po, sigurisht, ne jemi si gjithmonë më të fortët. Forca Njupi! jeni më të fortët! Po po ja afrohen mjaftueshëm portës sa për të ngacmuar seriozisht Benji. Po, vjen një top! Ta marrë mira, isha i bindur se ja kisha dalë në banë. Duhet që t'i ndalim. Shumë faleminderit, E Oli! nuk ka përse. Ta shohim nëse do ta kapësh këtë. Një ndalje e shkëlqyer, Bruce. Tani në sulm. Ata janë rritur, luajnë shumë më mirë. Nuk e si një skuadër tërësisht ndryshe. Nuk më besohet. E jemi kampionët dhe ende në minutën e 20 nuk kemi shënuar as edhe një gol. Oli që nga gjallëruar, është i aftë të luaj kundër nesh dhe i vetëm triplon me shokët e mi me një shkatësi të papësueshme. Mirë, i kemi mbajtur në presion gjatë të gjithë pjesës së parë. Pa faullat këqija dhe pas një karton të verdh. Nëse në pjesën e dytë do të sulmojmë siç bëm në të parën, jam i sigurt që do të shënojmë golin, që më në fund do të na japi fitoren që meritojmë. Ne do ta fitojmë këtë ndeshje. Është instinkti im që më thot. Sigurisht. Atëherë Djema, do të zgjohemi apo jo? Por, kapiten, skuadra po luan shumë më mirë. E vure re dhe ti, apo jo? Kanë vënë në përdorim një skem taktike të bazuar mbi shkëmbimet e shpejta ndërmjet Olit. E kam kuptuar edhe vet.
duhet të kalojmë në avantazh me njëherë, dhe me këtë duhet të merreni ju sulmuesit. Fakti që ata janë përmirësuar nuk e justifikon as pak gjendjen në të cilën ndodhemi. Duhet të gjejmë arsyet e duara për të fituar. Jemi apo nuk jemi San Francis? Ne jemi plot stil, prandaj ta shfaqim përpara të gjithëve. Ke të drejtë, kapiten. Kampionët jemi ne dhe si kampion do të luajmë. Njupi kërkon të di kush është më i forti. Do ta mësoj. Më të mirët jemi ne. I kemi në dorë. Tani në sulm. Dakord. Njupi! Forca, jeni më të mirët nga të gjithë! Dhe tani t'i japim fund kësaj. Benji Price, e quani veten më të mirët, por sot keni një kundërshtar shumë të fortë. Më në fund, o vjen drejt meje. Nëse Oli provon të shënoj, do të përballet me një zhgënjim të madh. Erdhi. Bruce, ndiqi instiktin. Tani! Jepi Oli, e ndjej zonën, e ndjej instiktivisht, ma paso mua tani! Është yti! Jo! Jo! E me gjitha të isha i sigur që e kisha ndier mirë. Nuk ka rëndësi, gjithsesi ishte një përpjekje e mirë. Oliver Hatton, mund të bësh sa përpjekje të duash. Përkundër San Francis nuk mund të fitoj askush. Ted, çfarë po bën aty? Largohu dhe pasoja topi shpejt. Kujdes, sa po të vi topi duhet ta largojmë jashtë zonës atë. Ted, Çfarë? Kapiten, Po tani çka ndërmend të bëj ai? jemi ne kampionët. keni për ta parë. Po çfarë po ndodh? O zot, nuk mund ta besoj këtë. Po çfarë po kërkon të bëj ai? Nuk mund të presësh një tokë të tillë nga kjo largësi. Kur mos e nënvlerëso të madhi Benji Price. Jema, kjo po që ishte një gjuajtje. Mirë e the. Në sulm, Bruce! Duhet të barazojmë se s'bën! Këtu jam! Pa të shojmë! Po të pres Oliver Hatton! Instiktin. Duhet të ndjej instiktin. Instiktin tim. Oli, pasoj e topin! Po, tani, Bruce, kape! Në qastin e dur. Arrita! Kujdes, do që të gjuaj! E ndonë vërtet se do t'ja darësh mbanë, E pengoj! Nuk është asgjë, mos u shqetësoni, jam shumë mirë. Dhe ju them që mund të bëjmë edhe më shumë. Çfarë? Jemi në rrugën e duhur, e ndjej që mund të shënojmë, po arrit të kuptoj largësinë. Është vetëm çështje kohe, djema, më dëgjoni. E po, por ti si... Të thash jam shumë mirë pra, kyçi. Është në rregull, ja shiko. Kurajo, djema! Ju lum! Më vjen shumë keq, Bruce. Përpiqu të japësh më të mirën. Pa merak, kapiten. E marrë të mira, me gjitha të instikti, po mu udhiqte kaq mirë sot. E kapa! Të shojmë ç'do të bëj Billi në vendin e Bruceit. Oli! Kape, Bill! Më vjen shumë keq, e humba. Tishja është në dorën tonë, ata janë shumë të dobët, e kisha thënë unë. Me
Brusin jashtë skuadra nuk po e kontrollon dot më gjendjen. Fatkeqësisht gjërat po shkojnë si mos më keq për ne tani. Skuadra San Francis do bëjë një gol tjetër dhe jemi të humbur. Forca Jupi, mos u dërzoni! E marrë e mira, pikërisht tani duhet të dëmtohesh unë. Oli më kishte edhe një top të shkëlqyer dhe vetëm 2 hapa do të kisha shënuar në rjet. Të tjerët nuk janë stërvitur për këtë skem, nuk mund të ndihmojnë atë. Kam shumë frikë se ëndra jon për ta mundur San Francis do të vazhdoj ende të mbetet një ëndër. Është vetëm për fajin tim. Hey, Bruce! Ti çfarë bën këtu? Arbitër, ne kërkojmë një ndrim tjetër. Hey, Bruce, kush është numri 16? Kemi ca kohë pa u parë, Çfarë po bën këtë, Tom? Çfarë kënaqësie të ndodhesh përsëri në mes të kaq shumë miqve. Shpresoj të më pranojnë sepse kam një dëshirë shumë të madhe për të luajtur. Po që nga Tomi! Erdha, po hy në krahun e majt. Në rregull, Tom, mirë se u ktheve mes nesh. Sa mirë u kthe Tomi! Sa kënaqësi që kemi përsëri në skuadër. Tom, besoj se je ende rufia që mbaj mend gjithmonë, ha? Kush është ky Tomi? E martë e mira. Shkëlqyeshëm, kësaj po që i thoni je. Tani ai duhet të pasoj. E jotja! Sa e çuditshme, sapo e kam njohur dhe më duket sikur kemi qenë në të njëjtën skuadër prej vitesh. Je gati tani? Gati, sigurisht, gati! Pasimi i shkëlqyer, një sak në milimetra. Skema funksionoi më në fund. Oli po luan me një shkatësim më të madhe. Utja e numrit 16 ishte më se e dobishme për pasimet e tij trekëndore. Është i pabesueshëm mirë kuptimi që kam me të. Midis meje dhe Tomit ka një bashkëpunim të shkëlqyer. Ndiq ritmin, Tom! Luaj në një sinkronizim të përkryer. Ndoshta jo gjithçka ka humbur. Ja dali madje vëbas që San Francis po e ndjen që fitoria po ikën prej duarsh. Oli, Tom, vazhdoni kështu, ky çast i dur. Po vin, shpejt! Bëni mbylljen! Për ty! Tani quaj! Jani! Pol, u lirua! Çfarë? Gol, barazuam djema! Nuk më besohet. Po, janë me të vërtetë të jashtëzakonshëm. Ne barazua! Një goditje me kokë shkëlqyer. Pasimi yt ishte i shkëlqyer. Unë quhem Oliver Hart. Përgëzime. Përshëndetje, Oliver. Unë quhem Tom Baker. Gëzohem që të takova. Kënaqësia është vetëm e imja. Të marrë e mira. Një veprimi kombinuar shkëlqyeshëm. Je i zëmruar, Benji. Për tjerë duhet të ditë kaloj nati kur pësa një gol. Është ai reagim që të bën ty një portier të vërtet. Kapiten. Kemi ende kohë që të shënojmë të bëhemi 2-1. Atëherë të përqendruar në maksimum. Po, kapiten. Njupi, mos si të zao! Forca tje, tregoj e mi vendi! Duhet të nxitojmë djema! Oli! Ja të nisemi tani! Porta është e zbuluar! Gati! Gati! Ky gol është vetëm i imi! Eja, Oli! Ta pres gjojtën tëndër këtë herë. Është mundësia ime e fundit!
ndaloj! Pra ne barazuam. Po përse, Benji? Hey, Oli, gjuajtje e bukur. Takimi shkëlqyer, luajtët me guxim dhe ndershmëri. Çfarë? Po flas seriozisht, luajtët si kampion të vërtet. Ju lum për gëzimet e mia. Më në fund, kjo skuadër kundërshtare me të cilën ja vlen të ndeshesh. Kapitan. Një barazim me St. Francisin. Është një rezultat i shkëlqyer. Kjo nuk ndodh çdo ditë.